kjo ditë ka ardhur veçuar me pejgamberin e Allahut azza wa jall. Pra, kur një diçka Allah azza wa jall e veçon, padyshim që është tetë e madhe. Dhe në shumë aspekte kjo i bjerë, domethënë, dobi shpirtërore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo punë dallonte në ditën e xumës. Për shkak se kjo e merr një status nga krijuesi dhe jo nga krijesa. Na dim pezon shemë ose në një shoqëri nëse caktohet një datë ose një ditë e veçantë, në ato vende, domethënë institucionet mbyllen. Është një ditë e lirë dhe është një ditë e gëzimit e kështu me radhë. Njerëzit pushojnë gjithsesi. Por kur vjen pejgamberi Allahut azza wa jall, kjo padyshim që është diçka e madhe. E sidomos kjo ditë i është dhënë Muhamedit, ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, siç i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë ditë Allahu azza wa jall ka krijuar Adebin alayhis salam. Pa babën e njerëzisë, domethënë pa marr parasysh çillës fe, pa marr parasysh racës, gjuhës kështu me radhë. Në këtë ditë Allahu azza wa jall dha shpirtin. Pastaj në këtë ditë e zbritit dynjën dhe në këtë ditë bani me domethënë e murr në ahiret. Pra është për shumë gjonave është e veçantë, por në aspektin shpirtëror pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpeshherë, domethënë në për hadithe të shumta, ku na ka treguar dhe na thotë se po marrim si shembull thotë çdo kush i cili pastrohet ditën e xumës dhe mësyn xhamis në katrak, domethënë i vesh rrobat më të pastërta që i ka. Tha Allahu azza wa jall ja mundson që m'ia fal mëkatet atija, të cilat i ka bën mes 2 xumave plus 3 ditë. Pra kjo është një veçori që ditë tjera nuk e kanë në këtë ditë xumave. Veç asaj është një kohë e veçantë. Do thotë e pranimit të duas ditën e xumës, siç thot pejgamberi alayhis salam prej kohës kur imami thon fillon ligjërimin e tektet disa prej dietarëve që thonë ndjen perëndimin e diellit. Është një mundësi në këtë rast pezon shembull që njerëzit me shfrytëzu ditën e xumës para ankesa të ndryshme.